Rikthyer në studion, pjesën e parë u ndalëm tek sulmi iranian I pak orëve më parë ndaj bazave amerikane në Katar dhe në Irak. Zoti Vishaj, po e nis me ju. Tani, meqense Trump ka mbledhur, është futur, po themi, në këtë dhomën e, si quhet dhoma e? Dhoma e situatave. Dhoma e situatave, ndjes se harrova për moment. Dhomën e situatave. Çfarë përgjigje mund t'i japi SBA? Mund ta godasë sërish Iranin apo tani do fillojë gjua diplomacisë? Të paktën nga mënyrë se si edhe shtjelluam bashkë këtu që kjo ka qenë më tepër një, le të themi, përgjigje kurtozie se sa vërtet një kundëratak. Unë besoj që edhe Trump e vetën, edhe ekipi I tij do t'i zbusin termat. Do t'i zbusin termat. Besoj. Trump është I paparashikueshëm. Tasi I tillë çdo gjë mund të pritet, por pikërisht nga gjë është I paparashikueshëm. Por fakti që pak a shumë gjëra shkum ashtu si tha ai, unë besoj që ky do të jetë një moment të cilët do ketë një lloj tërheqje, do ketë një lloj dhënie përparësi diplomacisë ndërkombëtare. Ai ishte I pari që tha, tani është koha për të ulur për të bërë bisedime. Pra u realizoi që duhej. U hoq rreziku iminent I krijimit të një bombe atomike etj. Kështu që unë besoj që nga kjo situation room nuk është se pres në megjithatë kjo është gjë për të parë, por në anglisht thonë bold position, në vendim I fortë për të kundërvënë këtij ushtarakisht sulmi që ka bërë Iraku. Në fakt, me thonë drejtë, unë vetë kam menduar kështu. I qoftë Iraku sulmon dhe sulmon, më falni, Irani, qoftë Irani sulmon dhe sulmon seriozisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë besoj që çfarë do ndodhte? Objekti numër 1 I Shtetet e Bashkuara do ishte vetë Khamenei. Vetë Khamenei. Pra do vrisnin Khamenei. Ky është personale. A e parandaloi Trump vrasjen e Khameneit? E parandaloi fare qartë, I tha që u tha dhe pastaj e përmend edhe vetë që I tha unë jam dakord me propozimin Izraelit për të goditur Khamenein. Për shumë arsye. Edhe për mendimin tim ka bërë me të drejtë sepse duhet të ishte më strategjik se sa thjesht të eliminosh liderin suprem. Por thënë kjo, pasur parasysh që edhe ai nuk është I paprekshëm. Dhe streti, nëse vërtet ka një goditje që ato e quajnë serioze, në këtë rast është administrata e Shtetit Bashkuara, kjo do të çonte vërtet në eskalim. Nuk është u vra Khamenei dhe por vërtet është një lëvizje shumë e fortë, aq më tepër që vetë Shtetet Bashkuara dolën kundër. Kështu që unë pres një lloj zbutje, një prioritet që do të jepet diplomacisë, ndoshta me tërheqjen e Shtetit Bashkuara direkt në këtë punë, por me futjen e aktorëve të tjerë për ta ulur në turezën e bisedimeve me Iranin. Ndoshta për futu dhe ulin edhe intensitet të aksioneve ose goditjeve reciproke. Që Izraeli po I bën. Mes Iranit dhe Izraelit, pasi nëse mbani mend, ministri I jashtëm I Iranit ka deklaruar qartë që ne ulim në tavolinë vetëm kur të ndalojnë raketat, goditjet e Izraelit. Të qartë ka thënë kështu. E vërtet, po në fakt Izraeli nuk I ka ndalur goditjet, Ka thënë jo vetëm ndalojnë goditjet ndaj Iranit, po ndalojnë goditjet ndaj vendeve të treta. Pra edhe në Palestinë, duke përfshirë edhe Gazën. Ngjelet për të parë. A është I gatshëm Izraeli ta bëjë këtë? Ngjelet që është I hapur, por siç e thash tjetër, besoj që do ketë një lloj zbutje. Zoti